Shkodrës, patriot të vërtet të këtij vendi krenar, mirë se keni ardhur dhe ju falenderoj nga zemra për praninë dhe vëmendjen tuaj. Është pikërisht angazhimi, mbështetja dhe besimi juaj ndaj Partisë Demokratike forca që do e shtyjë Shqipërinë përpara. Unë quhem Klara Kinaj dhe jam studente ekselente në Fakultetin e Drejtësisë. Në këtë moment historik, kur e ardhmja e Shkodrës dhe Shqipërisë varet nga zgjedhjet që ne bëjmë, unë si një e re që besoj fort në forcën e dijes, të meritokracisë dhe të lirisë, ndjej përgjegjësinë të flas sot me zërin e arsyes dhe të dijes. E vetmja mënyrë se si i keqi mund të triumfoj është në rast se i mirë nuk bën asgjë. Sot ne nuk mund të rrim spektator të një realiteti që na dhëmb, të një Shqipërie që po zbrazet, të një demokracie që po venitet dhe të rinjve që po largohen. Sot është momenti të ringrihemi dhe të kërkojmë atë që ne kemi nevojë, një qeverisje të mirë me një ekonomi të fortë, ku e ardhmja është e garantuar dhe dinjiteti i çdo qytetari shkodran dhe shqiptar është i pacënueshëm. E këtu me të drejtë mund të pyesni, pse Partia Demokratike është e vetmja zgjidhje për Shkodrën dhe për Shqipërinë? Sepse sot, qytetari i zakonshëm po përballet me varfëri dhe pasiguri. Ne e dim shumë mirë se Shkodra ka qenë epiqendra e tregtisë, e zhvillimit ekonomik, kulturor, të dijes, të artit. Ndërkohë sot bizneset po mbyllen, tregtarët po dyshtojnë dhe kemi një varfëri të tejskajshme. Dhe pikërisht Partia Demokratike është e vetmja zgjidhje. Ndërkohë, për fat keq, çdo vit mijëra të rinj po largohen nga qyteti i tyre, po largohen nga shteti, po largohen duke na lënë pa ëndra, pa inovacion, pa frymë rinor. Dhe a do donim ne këtë gjë? Sigurisht që jo, sepse një vend që nuk ka rini është një vend i dënuar për stagnim dhe regresion. Partia Demokratike buron nga ideali dhe kësaj demokracia për ne nuk është një koncept abstrakt, është një betejë e përditshme dhe pikërisht këtë betejë ne duhet ta fitojmë. Si një re që beson në Shqipërinë europiane, besoj në mundësitë dhe të drejtat të barabarta për gjithë, atëherë e di shumë mirë se në këtë moment historik ne nuk duhet të qëndrojmë as pak indiferent, por në qoftë se duam një ekonomi të fortë, një të ardhme të sigurt dhe të rinj që duan të qëndrojnë në vendin e tyre, atëherë duhet të votojmë Partinë Demokratike. Dhe kësaj mendoj shumë mirë se demokracia do të triumfojë ndaj çdo padrejtie. Dhe kështu unë si e re që besoj në këto parime dhe ideale, ju ftoj të gjithëve të votojmë të ardhmen tonë, që është pikërisht Partia Demokratike. Ju falenderoj. Tani, do ftoj ish deputetin e Partisë Demokratike, zotin Astrid Bushati. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Të nderuar deputet, kandidat për deputet, të nderuar qytetarë të Shkodrës, demokratë të Shkodrës. Është kënaqësi për mua të jem sot këtu mes jush në këtë moment kaq të rëndësishëm për qytetin dhe për vendin tonë. Zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Shkodra ka qenë gjithmonë zemra e demokracisë dhe bastioni i vlerave europiane në Shqipëri. Ne si qytetarë të saj e kemi treguar gjithmonë se nuk i nënshtrohemi pajidrejtësisë, korrupsionit dhe autokracisë. Sot Shkodra dhe Shqipëria ndodhen në një udhëkryes të rrezikshëm. Ekonomia është në krizë, çmimet janë rritur, bizneset po mbyllen, të rinjt po largohen. Sepse nuk shohin asnjë mundësi për të ndërtuar të ardhmen këtu. Korrupsioni këtë qeverisja e kanë shndruar qeverinë në një grup oligarkësh që pasurohen çdo ditë dhe që qytetarët varfërohen çdo ditë. Demokracia është e rrezikuar sepse kemi një pushtet që përpiqet të shuajë çdo zë opozitar, të kapë çdo institucion, të instalojë frikën dhe nështrimin. Të tilla kanë qenë në një mënyrë ose një tjetër të gjitha qeverisjet komuniste, neokomuniste, oligarko-komuniste në Shqipëri. 44-90 shtypje, krim, varfëri, izolim, si asnjëherë më parë as nga pushtuesit shekullor të Shqipërisë.
97-2005, përsëri varfëri, dënime kolektive, diskriminim, sidomos në Shkodrës, ku nuk u pa asnjë investim, ku kishte terr të 16 orë në ditë, aq sa Shkodra krahasohej me Kandaharin. 2013 deri më sot është sofistiku diskriminimi mafioz i zonave tona, ku deri para 2 vitesh nuk kishte asnjë investim, me gjithë projektet e pafund të depozitume nga pushteti lokal pranë Severisë. Sot Liceni, Taraboshi, Kalaja, Thethi, Vermoshi, Velipoja, Pjaca Shkodrës, në rrjetet sociale duket sikur janë bërë nga Partia Socialiste dhe nga Bashkia e sotme, të cilat nuk kanë dhënë asnjë kontribut në këtë zonë. Partia Demokratike ka lënë si forcë shprese, ndryshimi për këtë. Ne kemi treguar se jemi forca e vetme që mundet të përballet me këtë qeveri të korruptuar dhe të rikthej normalitetin, zhvillimin dhe të drejtën në Shqipëri. Ne kemi treguar me prova, por sidomos në Shkodër, dihet më mirë se kudo tjetër, se qeverisit më të mira dhe ndryshimet më të mëdha janë bërë në vitet 92-96 dhe në vitet 2005-2013. Në atë periudhë, për një kohë shumë të shkurtë, nga 6 deri në 8 orë energji elektrike, e kthyme qytetin e Shkodrës dhe zonat e saj me 24 orë energji elektrike. Janë investuar rreth $200 milion për rreth 800 kilometra rrugë kombëtare e lokale të ndërtuara ose të rikonstruktuara. Sot as 50 kilometra s'bëhen më të shumë që kemi harxuar ne. Janë rikonstruktuar 80 shkolla, 20 janë ndërtuar të reja. Sot ato shkolla po boshatisen nga mungesa e nxënësve, nga ikja e tyre. Janë ndërtuar 30 qendra shëndetësore dhe 20 janë ndërtuar të reja. Është rehabilituar spitali rajonal. Sot fatkeqësisht mjekët, infermierët po ikin. Dhe Shkodra dhe gjithë Shqipëria po met edhe pa këtë shërbim. Janë investuar $10 milion në bujqësi për mbrojtjen e tokave, subvencione për rreth 1000 hektar vreshta ullishta e pemtore, të cilat përsëri sot po braktisin. Edhe $34 milion janë investime në ujësjellse. Këto investime bën hapjen dhe regjistrimin e masë 1000 bizneseve të reja për një kohë shumë të shkurtë. Nderuar demokratë, rikthimi i vlerave demokratike e prosperitetit të vendit e të Shkodrës në veçanti kërkon impenjim, kërkon bashkim. Kërkon që ne të besojmë këtij ekipi të ri përfaqësues, ashtu si dikur që rrëzum komunizmin, duhet të ringrihemi për të shpëtuar Shqipërinë nga kapja e një pushteti të papërgjegjshëm. Prandaj sot ju ftoj të jemi gjithë bashkë, të jemi më të fortë se kurrë, të jemi më të bashkuar se kurrë, sepse Shkodra nuk duhet dorëzohet. Shqipëria nuk duhet dorëzohet. Demokracia duhet fitojë përpara drejtfitores. Faleminderit. Ju falenderoj shumë zoti Astrid Bushati. Tani është momenti të ftoj mësuesen Maria Koliqi. Përshëndetje të nderuar. Përshëndetje zoti Berisha. Mirë se keni ardhur në Shkodrën tonë. Unë jam një mësuese në pension, një grua, një nënë shkodrane. Kam lindër rrit në këtë qytet pavarësisht çdo vështirësie. Ndonë se vitet kanë kalu, kam mësuar me pranu diçka. Unë nuk dita, por dhe nuk deshta kur me lanë Shkodrën. Unë jo, por fëmijët tonë, po e lanë dita ditës. E kjo është tepër e dhimbshme. Me po jo vetëm Shkodrën, po në tarë në Shqipnin të u kthy një azil të mallpleq. Nuk di me përcaktu me fjalë njësin për vendin tim të linjes, por di me konfirmu me veprime.
jetoj, punoj, angazhohem që i shprej një jetën këtë qytet. S'janë pak të rastet kur jam këthy në shtëpi e pezmatume për 1000 gjana që nuk shkojnë mirë, por jam mendu prep edhe një herë. Ky është proces cilit i besoj fort. Unë përsëritje edhe një herë edhe disa herë, derisa ta bëjmë më mirë. Prandaj, edhe pse dikush mundet me menu që politika është e lidhur në vizionin që jep mosha re, unë mundem me konfirmu që politika mi gjithçka është traditë e inovacion. Ka kënë ky këndvështrim që më ka konfirmu binjen teme për me qëndru në kratë Partisë Demokratike gjithmonë. Sepse unë besoj që t'i bamunit politikë për qytetarët e mirë do në thonë angazhim, besnikëri, durim. Është një vizion me të cilin mundësum lëvizjen e lirë, Shqipërinë në NATO, një vend më stabil, Shqipërinë me politikanë që e deshten si Zoti Berisha e të tjerë. E kur flasë për besnikëri, nuk nënkuptoj militantizmin, por qytetarin e lirë që sheh më larg se një interes personal në politikë bamje, ai që e sheh jo në karrige, por në binjet e veta zgjidhjen. Prandaj edhe sot tonë syt janë nga Shkodra. Si nan e 3 fëmijëve që sot janë rritë dhe baburra, kam mësu që e vetmja mënyrë me kriju një raport me ta, është kur më rinë me pranu gabimet e tyne thellësisht, kur je jo vetëm kratë tyne, po dhe i beson, kur i ne pëlle kohë dhe dorim më rritë. E kretë të tilë e shok në eksperiencen teme dhe Partinë Demokratike. Potencialet e tilla politike kërkojnë kohë dhe dorim, por në orientimin e duhun. Zoti Berisha ka kënë dhe metet zani maj fort dhe i sinqert opozitar. Prandaj qytetarë të nderuar, t'i rrim koherent bindjeve tona në një partije që e kena ndërtu vetë, që si e në ndonë në kohën më të keqe, që ka kënë stejë dhe përfaqësi për ne në kohë të mira. Ashtë për të ardhë keq me që jam edhe vetë pensioniste, për të ardhë keq se në këtë vend kena me të pjesa më madhe pensionistë. Asnjëherë ky vend nuk ka pas kaq nevoj për ne, është për të ardhë keq, por edhe njëna të vlerësum si asnjëherë. Në dorën tonë është e ardhmja e Shqipërisë, e ardhmja e fëmijëve tonë, e nipave tonë. Prandaj duhet të luftojmë edhe ne, jo vetëm për rinin e për të ardhmen e vendit, po dhe për veten tonë. Duhet ta dini që sot në gjithë Shqipërinë ka vetëm 5 azile pleq shtetënorë. Të gjithë të tjerët janë me 500 eurosha. Nuk ka asnjë asistent sociale në për shtëpia të pleqve të vetmuar. Pra na duhet të luftojmë edhe për veten tonë. Ju ftoj gjithë pensionistëve, pa asnjë dallim, të votojmë për kthimin e opozicës në pushtet, për kthimin e doktor Berishës, sa është i vetmi që i manë të gjitha premtimet. Faleminderit. Fitore. Ju faleminderit shumë. Tani ftoj me gjithë kënaqësinë time më të madhe kryetaren e Dekës, zonjën Eliona Shkreli. Mirëmbrëma Shkodra, mirëmbrëma Puka, mirëmbrëma Fusharzi, mirëmbrëma Valdesi, mirëmbrëma Malësia e Madhe. Mirëmbrëma, i nderuar profesor doktor Sali Berisha. Mirëmbrëma, nënkryetari i Partisë Demokratike, njëkohësisht drejtues politik i qarku Shkodër, profesor Luciano Bocci. Mirëmbrëma të nderuar deputet,
Mirëmbrëma të nderuar kandidat për deputet, ju të listës fituese. Mirëmbrëma të nderuar demokrat dhe demokrate të qarkut Shkodër. Sot jemi plot shpresë. Partia Demokratike kaloi dallë të mëdha. Pavarësisht se shpresa e demokratëve venitej, një person nuk e humbi kur shpresën. Luftoi deri në fund, luftoi derisa arriti drejtësinë. Ai luftoi për të na sjellë ne sot këtu, për të qenë Demokratët e Bashkuar, për të qenë në një koalicion të madh, për të sjellë fitoren e Partisë Demokratike, jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Dhe ai është lideri historik i Partisë Demokratike, tashmë i koalicionit të madh për Shqipërinë mallëstore, profesor doktor Sali Berisha. Të nderuar qytetar të gjithë qarkut Shkodër, unë me të vërtet jam kryetare e Partisë Demokratike të Shkodrës, por sot ne kemi një listë që përfaqëson më së miri të gjithë qarkun e Shkodrës. Sot ne kemi një listë fituese. Sot ne kemi zonja dhe zotrin të nderuar që i kanë dhënë shumë komunitetit ku ata kanë përfaqësuar dhe i kanë qëndruar pranë. Sot, pa diskutim, është një listë fituese përballë listës së Benet Becit. Ska bërë vaki në historinë e Shkodrës që një kryetar bashkie të braktisë qytetarët dhe shërbimit ndaj tyre për egon e tij personale dhe për të shkuar sa më lart dhe të bëhet drejtues politik i një qarku. Kjo s'ka ndodhur kurrë. E bën Benet Beci. Dhe kjo Benet Becit dhe listës së tij do t'i kushtoj, sepse e gjithë Shkodra e di se Benet Beci në fakt është kryebashkiaku përfaqësues i krimit, i bandave, i korrupsionit dhe i parave të krimit dhe të drogës. Të shohin mirë këtë takim. Të shohin mirë Benet Beci dhe kryeministri i tij Edi Rama, demokratët këtu. Por këtu janë shumë pak. Ka edhe shumë më shumë. Dhe ju sigurojmë nga Shkodra se Partia Demokratike do të fitojë në Shkodër, sepse Shkodra është blu, sepse Shkodra është antikomuniste, sepse Shkodra dënon ata që e shkatrojnë, sepse Shkodra dënon ata që e braktisin, sepse Shkodra dënon ata që e gënjejnë, sepse Shkodra dënon ata që tallen me ta, dhe ata që janë tallur me ta për 12 vite janë rilindasit. Shkodra ka gjak blu. Shkodra voton Partinë Demokratike. Puka voton Partinë Demokratike. Fusharzi voton Partinë Demokratike. Vaudeci voton Partinë Demokratike. Malësia e Madhe voton Partinë Demokratike. Shqipëria voton Partinë Demokratike. Dhe koalicioni për Shqipërinë madhështore do të jetë fitues me 11 paj. Fitore! Ju falenderojmë shumë zonja Eliona Shkreli, tani kam nderin të ftoj drejtuesin e qarkut, profesor Luciano Boqi. Nderuar zoti Berisha, nderuar deputet, kandidat për deputet drejtues Partisë Demokratike, demokrate dhe demokrat, dashur qytetar, zonja dhe zotri, tri dhe treja, sot jemi mbledhur këtu, jo në një takim të zakonshëm,
nga ato që i kemi parë në fakt me qindra herë, i kemi duart rokitur, me hovë dhe dëshirë. Nuk kemi as nga ato takimet, me parulla dhe lullet bukura, që i bën qeveria dhe mbyt qytetarët me televizionet e veta. Sot ne jemi në një takim të jashtëzakonshëm. Jemi në një takim sinqert dhe të vërtet. Jemi nga ato takime që bëhen me bekimin e Zotit dhe bekimin e njeriut, sepse ne jemi sot këtu në udhkryqin e historisë, jemi këtu për të shkruar historinë, për t'i dalë Zot asaj dhe për t'i dalë Zot fateve të vendit. Sepse ne jemi këtu, jemi në Shkodër, jemi në atë qytet që ka qenë dhe mbetet një shkollë e së drejtës, e lirisë dhe demokracisë, një djep qytetinimi i mendjes dhe një varr për sundimtarët, një qytet simbol i harez dhe i gëzimit për jetën, dhe një qytet xhevair i besimit në Zot, në dhe në familje. Sepse ne sot jemi në fillimin e një udhtimi shumë të rëndësishëm, udhtim që do përcaktoj të ardhmen e qytetarëve tanë, të ardhmen e fëmijëve tanë, të ardhmen e Shkodrës, të ardhmen e Malësisë Madhe, të ardhmen e Vaudejës, të ardhmen e Fusharzit, të ardhmen e Pukës, të ardhmen e Shqipërisë. Prandaj, ne sot paraqesim para jush njerëzit tuaj, njerëzit që janë si ju, njerëzit e drejtë dhe të ndershëm, njerëzit që e duan profesionin dhe e duan politikën si shërbim, që janë njerëz që e duan jetën, e duan punën, e duan qytetin e tyre dhe e duan vendin. Ne ju sjellim sot Bardhin, mikun tim të hershëm, kalorësin e betejave politike këtu në Shkodër. Ju sjellim Gretën, kolegen time, luftëtarën e kauzave qytetare në Parlamentin Shqiptar. Ju sjellim Klitin, modelin e qytetarit shkodran dhe të suksesit në biznes. Ju sjellim Ramadanin, malësorin e vërtet të kuvendit Shqipërisë. Ju sjellim Ludovikun, mbrojtësin e hekurt të Pukës dhe Fusharzit. Ju sjellim Lilianin, i cili ka marrë shumë nga Shkodra të mira, por i ka dhënë shumë të mira Shkodrës me kontributin e tij. Ju sjellim Tedin, oratorin e shkëlqyer që Shkodra e do shumë. Ju sjellim Aurelin, talentin e ri politik Malësisë Madhe. Ju sjellim Gentin, juristin, njeriu e palodhur dhe gjallë, dhe në fakt ashtu siç janë të gjithë Vaudesit, sepse si Genti janë të palodhur dhe ata. Ju sjellim Elmirën, e mirë si biologe dhe shumë e mirë si antare e Këshillit Bashkiak, ku bën luftrat e saj. Ju sjellim Matilden, financieren e shkëlqyer, por ama që përcjell në Shkodër dashurinë që qyteti ka për sportin. Ju sjellim Ndocin, themeluesin e Partisë Demokratike, luftëtarin e paepur të PD-s në çdo sekond, në çdo moment. Ju sjellim Benin, që në fakt është jurist, por është njeriu më i thjeshtë që ka lidhje shpirtërore me njerëzit më thjesht këtu në Shkodër.
ju sjellim senatën inxhinierën e aviacionit që është dhe themi pamja e vajzës shkodrane. Pra, këto janë njerëzit tanë, thjesht si ju, por ama që kanë bisupe një mision të rëndësishëm që cilin këtu midis nesh zjarrin e fitores për të kthyer tek qytetarët besimin dhe shpresën, cilët e kam për detyrë që së bashku në drejtimin e Sali Berishës të realizojnë projektin gjigant të Shqipërisë madhështore, e një Shqipërie që jep dashuri, e një Shqipërie që jep jetë, që jep punë, që jep karrierë dhe mundësit barabarta për të gjithë ne. Sali Berisha, unë, ne gjithë e lexojmë shumë mirë dhe e kuptojmë shumë mirë që njerëzit duan sot ndryshimin e vërtet. Dhe ne dim shumë mirë që ky ndryshim vjen atëhere kur njerëzit kanë vendosur të luftojnë për të, siç keni bërë ju sot, siç keni vendosur ju sot dhe siç ka vendosur e gjithë Shkodra dhe e gjithë Shqipëria. Ne kuptojmë, e dim shumë mirë që pjesa më e madhe e shoqërisë sonë është lodhur nga premtimet boshe, është lodhur nga dhuna politike, është lodhur, është mërzitur dhe revoltuar nga korrupsioni i Edi Ramës, nga narkoshteti i Edi Ramës dhe gjithë kërkojnë rrëzimin e tij. Prandaj jemi këtu ne për të marrë dhe ndërtuar përgjegjësitë tona, për të bërë gjithçka të re, për të bërë gjithçka ndryshe, për të bërë Shqipërinë madhështore dhe reale, me arsim real, me shëndetësi reale, me ekonomi reale, me pensione reale, me paga minimale reale, në një Shqipëri që është një realitet i prekshëm dhe i mundshëm për të gjithë ne. Dashur miq, ne nuk jemi politikan karriere që vim këtu dhe vendosim në angazhimin ton, ambicjet tona politike. Jo, ne jemi njerëz politik që jetojmë në komunitetet tona me hallet dhe problemet tona. Sfidat tuaja janë sfidat tona. Prandaj jemi këtu sepse ne besojmë që së bashku mund ndërtojmë një të ardhme më ndritur për fëmijët tanë, një të ardhme me shanset barabarta për ta, ku suksesi është rezultati punës ndershme dhe jo i lidhjeve korruptuara. Është detyra jonë që të sjellim midis njerëzve besimin se në këtë vend ka parti politike si PD-ja, ka opozit me njerëz të vërtet, cilët duan të qeverisin dhe jo të sundojnë siç bën Rama me shpurën e tij dhe Benet Becin këtu, që ka njerëz të cilët nuk duan të komandojnë, por thjesht japin shërbimin ndaj njerëzve, që ka njerëz të vërtet që duan të mirën e qytetarëve dhe jo që i rrëmbejnë të mirat e tyre. Është detyra jonë, mos lejojmë askënd që i ka rrëmbyer pasurinë dhe ekonominë shqiptarëve, që i ka rrëmbyer krenarinë dhe dinjitetin, që i ka rrëmbyer vullnetin politik dhe votën, të mos ndëshkohet kur ne jemi në pushtet, ne nuk jemi Zoti, por jemi partia që besojmë në Zot. Është detyra jonë që të ruajmë parimet, vlerat që mbështeten mbi njeriun dhe familjen kundër çdo tentative për ta dizintegruar atë, sepse ne nuk jemi mbi njerëz, ne jemi misionarë të PD-s që besojmë në vlerat e familjes dhe vlerat e individit. Ne duhet të luftojmë për mbrojtjen e lirisë dhe demokracisë. Sepse vërtet ne nuk jemi gardistë kuq. Ne duhet mbrojmë pluralizmin dhe republikën, sepse ne jemi Partia Demokratike me Sali Berishën që solli lirinë dhe demokracinë këtë vend. Ne me programin ton do t'i japim qytetarit pjedestalin që ai meriton, jetën e lumtur që ai ëndron për veten dhe familjen.
Ne do të mbështesim të riun dhe tren në formimin arsimor dhe në karrierën e tyre profesionale, me qëllim që ata të zgjedhin të qëndrojnë këtu dhe jo t'ikin nga sytë këmbët, që t'japin kontributin e tyre me forcën e mendjes dhe forcën e duarve tyre. Ne do t'a bëjmë fermerin që t'a dashuroj tokën dhe profesionin dhe jo t'a mallkoj atë. Ne do t'a bëjmë pensionistin që t'preki parajsën e jetës dhe jo ferrin e vdekjes. Ne do t'i tregojmë biznesit që ai është partneri ynë dhe jo ai thesi që shkundet sa herë duen benefite, taksa dhe dhurata. Ne do t'i japim fund persekucionit të ish persekutuarve dhe pronarve. Ne do t'i japim vendin e nderit dhe të merituar diasporës shqiptare. Programi ynë dashur miq, cilin Zoti Berisha do e lançoj, është i qartë, i kuptueshëm, i thjeshtë dhe konkret. Ai ka brenda dashurinë për njerëzit dhe shoqërinë. Dhe mbi gjitha, dashur miq qytetar, ai ka një garant kryesor dhe ky garant është kryetari i Partisë Demokratike, është Sali Berisha. Unë e di që rrugtimi ynë, lufta jonë nuk është e lehtë, do ketë vështirësi, por ne jemi të bindur në misionin ton, dëshirën ton, në angazhimin ton për të ndërtuar Shqipërinë madhështore. Dhe ftesa ime është ta bëjmë së bashku këtë mision. Hajdeni me ne, votoni numër 1, votoni aleancën për Shqipërinë madhështore, sepse jeni të bindur që ne do ta bëjmë Shqipërinë madhështore, sepse e duam dhe kemi dëshirat mëdha për këtë vend. Ne do ta bëjmë Shqipërinë madhështore, sepse ne luftojmë për të vërtetat e mëdha këtij vendi. Ne do ta bëjmë Shqipërinë madhështore, sepse ajo është gjithçka për ne. Ajo është caku ynë në glob, është universi ynë, është fillimi dhe fundi, është jeta jonë, është dashuria jonë, është gjithçka që kemi. Prandaj ju ftoj, hajdemi, bëhemi bashkë, le ta fillojmë që sot, le të fitojmë së bashku, bashkë me Sali Berishën, fitore, fitore, fitore. Tani është momenti që të ftoj ekipin e Sali Berishës dhe opozitës së bashkuar për zgjedhjet e 11 majit në Qarkun Shkodër. Ftoj edhe një herë të nderuarin Luciano Boçi, që është nënkryetari i Partisë Demokratike, politikan me kontribute të mëdha në Partinë Demokratike, profesor i asociuar me grad akademike në letërsi, ish zëvendës rektor i Universitetit të Elbasanit dhe shef i Departamentit Letërsisë në Universitetin Aleksandër Xhuvani. Ftoj Klit Hotin, doktor Klit Hoti, mjek specialist i nefrologjisë me master administrim biznesi, doktor shkencash, i specializuar në universitetet më të mira në Britaninë e Madhe, me gradat më të larta shkencore, konsul nderi i Hungarisë në Shkodër. Ftojmë Greta Bardelin, politikane, aktualisht deputete në Kuvendin e Shqipërisë, profesion juriste me grad doktor shkencash, ka shërbyer si pedagoge në Fakultetin e Drejtësisë dhe ish kryetare e Këshillit të Qarkut Shkodër. Ftojmë Ramadan Likaj, një personalitet i njohur në Malsinë e Madhe, kryetar i Bashkisë Skoplik për 2 mandate dhe aktualisht deputet në Parlamentin Shqiptar. Biznesmen i suksesshëm dhe mbështetës i shumë nismave ligjore në mbrojtje të interesit të komunitetit të Malsisë Madhe. Ftojmë Ndoc Ashten. Ndërthemeluesit e Partisë Demokratike.
Ka shërbyer me devotshmëri në postet publike si kryetar komune në disa mandate, si dhe drejtues i ndërmarrjeve të ndryshme në Shkodër. Aktualisht është nënkryetari i Dekës së Partisë Demokratike Shkodër. Ftojmë Ludovik Hasanin. Politikan, aktualisht deputet i Parlamentit Shqiptar, ka mbrojtur vazhdimisht interesat e banorëve të zonës që përfaqëson dhe një biznesmen i suksesshëm. Ftojmë Lilian Idrizin. Ndër themeluesit e Partisë Demokratike Shkodër, një ndër firmëtarët e themelimit të Dekës së Shkodrës. Sot i është bashkuar listës së koalicionit për një Shqipëri madhështore, nën siglën e PDI-us. Lilian Idrizi është një vlerë e shtuar e Shkodrës dhe qytetarisë së saj. Ftojmë Tet Koplikun. Ndër zërat më të fuqishëm opozitar, pjesë e departamentit Brain Gain, i shkolluar në Shqipëri dhe në Europë, ka studiuar për inxhinieri ndërtimi dhe më pas ka kryer studimet për marrëdhënie ndërkombëtare dhe shkenca sociale në Francë. Ftojmë Arben Lushaj. Aktivist politik, antar i Këshillit Bashkiak në disa mandate, drejtues institucioneve të ndryshme, në nivel lokal dhe qendror. Me profesion jurist, Arben Lushaj është angazhuar që i ri në jetën politike, aktualisht nënkryetar i Partisë Demokratike Shkodër. Aurel Markaj. Një nga të rinj demokrat me kontribut në malësi të madhe, qëndrestar dhe i pa lëkundur në bindjeve politike, një zë i fuqishëm dhe me shumë perspektiv. Ftojmë Matilda Matia. E arsimuar dhe edukuar në Austri dhe Itali, me eksperiencë të jashtëzakonshme në fushën e financave, si menaxhere dhe bashkëpunëtore në nivele akademike, përfaqësuese e Partisë Agrare Ambientaliste në listën e koalicionit. Ftojmë Senada Mehmeti. E para inxhiniere e aviacionit, pedagoge në universitet, një aktiviste e mbrojtjes të drejtave të grave dhe barazisë gjinore. Senada Mehmeti ka qenë pjesëmarrëse dhe folse në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Ftojmë Elmira Andrevashaj. Antare e Këshillit Bashkiak Shkodër, ka mbaruar Fakultetin e Shkencave të Natyrës në degën biokimi, i bashkohet ekipit fitues të koalicionit për Shqipërinë madhështore dhe vjen nga strukturat e Partisë së Lirisë. Ftojmë Gentian Ndoj. Që në moshën 60 vjeçare është aktivizuar me forumin rinor të PD-s në strukturat e VAU të Dejës. Ish kryetari i Dekës së PD-s në VAU Dejës ka mbajtur dhe postin e sekretarit të Këshillit Bashkiak të VAU Dejësit. Bars Pahia. Veprimtaria e tij politike ka nisur që në moshë të re, student në protestën e 2 prillit. U shkollua në Shqipëri dhe Itali për mjekësi, më pas kreu specializimin për kirurgji në Itali. Ish deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe ish kryetari i Bashkisë së Shkodrës. Qendrëstar i orëve të para
dhe një intelektual që përfaqëson më së miri vlerat e të djathtës konservatore shqiptare, përfaqësuesi të përsekutuarve dhe pasardhës së një familje me kontribute të padiskutueshme për Partinë Demokratike. Tani momenti që të gjithë ne e presim me shumë padurim dhe pika kulminante e këtij takimi, ftojmë profesor doktor Sali Berishën. Të dashur qytetarë dhe qytetarë të qytetit Shkodrës, të Malësisë Madhe, Vallë të Desh, Pukës, Fusharësit, Dukagjinit dhe të gjithë këtij qarku. Demokrate e demokrat, të dashur kandidatë dhe kandidat, për deputet dhe deputet të ardhshëm, për faqësues të qytetarëve dhe banorëve të këtij rrethi. Një falënderim dhe mirënjohje të pakufishme për këtë mikpritje të zjarrt. Në Shkodër, rozafën e lirisë, njeriu ndjehet më i lirë se kudo tjetër në Shqipëri, se kudo tjetër në botë. Kjo është merita juaj. Të dashur miq, askush nuk mund të thotë, nuk mund të shkruaj më shumë për Shkodrën se sa ka thënë historia për këtë qytet. Ajo histori që shkodranët e kanë shkruar vetë, me guxim, me mendje të ndritur, me zemër, me dashuri, me djerës dhe gjak për qytetin e tyre të bekur në ditët më të vështira të tij. Shkodra ka qenë dhe mbetet histori, qyteti piknisjes së epokave për kombin shqiptar. Këtu në Shkodër, në Shkodër nisi epoka e demokracisë dhe shembja e diktaturës komuniste. Ndaj dhe unë zgjodha Shkodrën për të nisur betejën për shembjen e diktaturës së dytë dhe ndërtimin kësaj here të Shkodrës madhështore, të Shqipërisë madhështore. Të dashur miq, ne jemi në prag të një fushate elektorale që dëshenohet në historinë tonë, ndoshta fushata më e rëndësishme zgjedhore e 34 viteve të fundit. Sepse në këtë fushat, ne nuk kemi kundër një parti politike, ne kemi kundër një organizatë të tmerrshme kriminale, që ka pushtuar Shqipërinë në 12 vite dhe që quhet rilindje. Ne kemi përballë narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, tashmë të faktuar në dokumenta themelore ndërkombëtare.
Prandaj kjo fushat është në fakt një fushat shlirimtare. Por mbi të gjitha, kjo fushat është shlirimtare për Shkodrën, sepse po të shohësh sot këtë qytet të bekur, ndjen dhimbje, keqardhje të thellë. Edi Rama, që i premtoi Edelin Shkodrës, u solli Brajat, Bajrot dhe Brajoviçët. Edi Rama i solli qytetit vrasje, shpërthime, atentate, masakra, djemë të ri që vriten, qytetarët pafajshëm që vdesin nga pluma qor. Shkodra e bukur, Shkodra e kulturës, Shkodra e artit, Shkodra e përjetshme, ushtrua këto kohë si një qytet sicilian i viteve 50. Sepse Edi Rama i ka dhënë fuqi absolute bandave të narkoshtetit, si të vetme mënyrë që ai të sundoj Shkodrën e lirë. Qytetarë dhe qytetare, a nuk ishin autokolonat e blinduara të Bajrove dhe Brajoviçve, ditën e zgjedhjeve që ushtruan terror mbi qytetin për të vendosur Benet Brajeviçin në Bashkinë e Shkodrës. A nuk ishte masakra e Dobraçit, masakra me egër, ku qytetarët pafajshëm humbën jetën? Pak muaj më parë, përgjakja e Shkodrës nuk është i vetmi krim që Edi Rama ka bërë ndaj qytetit. Përgjakja e Shkodrës është vepër e shëmtuar e të gjithë sistemin që ai vendosi në Shqipëri. Por do t'i them këtu dy fjalë këtij Benet Brajeviçit. Benet e more me autoblindat e Brajoviçve mandatin e Bardhi Spahiut. E Bardhi Spahiut. Ku je? Por ja ku është sot. Ballar, krenar, dhe me një dallim, qytetar dhe qytetar Shkodrës, dallimi ti është ky. Benet, Bardhi Spahia, u qëndroj besnik qytetarëve Shkodrës, i qëndroj besnik shojt të ti, tjatit të ti, kurse ti Benet, turprove të parë dhe të mram, dhe të garantoj që s'do të gëzosh atë mandat. Ndaj dhe sonte mendo mirë që nesër t'japish dorëheqjen. Se unë, Sali Berisha, do t'i them Shkodrës të gjithë vërtetat që ti ke në shpirtin tënd të zi. Ti e një larë vjedhës kopje e ti. Miqtë e mi, Edi Rama, Shkodrën, të cilën mendoj ta sundoj me Brajoviçët, e ignoroj. 12 vite. Shkodra dhe gjithë qarqet e Veriut kanë patur investime absolutisht as sa një qyteti mesëm në zonat tjera. Kur do njëherë
nuk ka patur një pushtues të diskriminoj Shkodrën dhe Veriun, si që ka diskriminuar Edi Rama. 12 vite, familje shkodrane janë varfruar në ekstrem. Shkodra është qyteti më i madh, më i zbrazur i Shqipërisë. As artin nuk e kursej. Jo më larg se dje larguar nga puna drejtorin artistik të orkestrës simfonike të Shkodrës vetëm për arsye politike. Por ky sundim barbar së shpejti merr fund. Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore zotohen para jush në mënyrë solemne se për 55 ditë këtij makthi të gjatë i vjen fundi. Ndaj dhe unë jam këtu për të prezantuar kandidatët e fitores, kandidatët e interesave tuaja, kandidatët e qyteteve, fshatrave tuaja. Për të prezantuar së bashku me ta projektin më madhështor për Shkodrën dhe Shqipërinë të 34 viteve të fundit, projektin më madhështor për Shqipërinë dhe Shkodrën të 340 viteve të fundit, projektin e ëndrës shqiptare, e ëndrës të trive shqiptar, ëndrës së ditës të shkodranëve dhe shqiptarve. Këta janë kandidatët që nuk vinë nga bodrumet e Dobraçit, po vinë nga qytetet fshatrat, vinë nga sheshet drita e juaj, votbesimi juaj. Këta janë kandidatët e fitores. Edi Rama të garantoj se nga Pripa gjerë Torovic, nga Dukagjini gjerë Velipoj, do marrësh atë që e thua vetë, atë që meriton. Ludovik, kujdes. Jo, mos ke merak, se nuk vjen nga Pripaj, nuk vjen dot. Të dashur miq, përballen në këtë fushat dy morale, dy filozofi. Përballen nga njëra anë morali i dhimbshurisë njerëzore, i dashurisë pa kufishme për qytetarin, për Shkodrën, për Shqipërinë. Përballet morali i mashtrimit, zinxhirit të pafund të mashtrimeve, plaçkitjes, vjedhjes, përzënjes shqiptarëve nga Shqipëria. Por kësaj here, 11 maj është fundi i tyre. Sot, në postën e kryeministrit është një njeri që para shkodranëve, para shqiptarëve, nuk thot dot asnjë premtim. Sepse ka mashtruar aq shumë dhe s'ka mbajt asnjë premtim, sa që e din që të gjithë do qeshin po të premtoj gjë. Por mos harroni gjë, midis të ligjve, në klubin e të ligjve, më i ligu është gënjeshtari. Gënjeshtari është i aftë të bëjë çdo gjë, të fshesh çdo gjë, dhe është me një fjalë më i ligu njeri. I tillë është kryeministri i Shqipërisë, që tani nuk flet më dot premtime, se ka mashtruar 12 vite. Miqtë e mi, unë jam sot këtu për programin e Shqipërisë Madhështore.
Për shumë njerëz, madhështore mund të duket një egzagerim, po unë ju betohem ju, që nuk është gjë tjetër vetëm ëndra e ditës, e vërtet e çdo triu shqiptar, e çdo shqiptari që e don Shqipërinë, dhe është 100% i realizueshëm. Shqipëria madhështore fillon me një Shkodër tjetueshme, me një Shkodër ku qytetarët nuk numërojnë kafshatën, ku qytetarët nuk mbeten pa ilaçe, ku qytetarët nuk njohin më varfërinë ekstreme. Me një Shkodër në të cilin pensionistët, rrogtarët paguën dhe do paguën gjithnjë më mirë. Shqipëria madhështore mund të duket si u çudi, po fillon me vendosje minimumit jetik 200 euro për çdo qytetar shkodran dhe shqiptar. Nuk do ketë më pensionist me pension të pjesshëm apo trult apo këtej apo andaj ku ta di unë. Çdo pensionist do ketë minimumin 200 euro dhe mbi këtë do rritet pensioni 20%. Në këtë paketë të dhimbshurisë, rrogat minimale bën 500 euro, rritën pra me 20%, dhe kjo brenda 100 ditëve të para. Rrogat mesatare rritën në 1200 euro. Në këtë paketë të dhimbshurisë, të gjithë rrogulltit, të gjithë ata me minimum jetik, të gjithë pensionistët, do marrin kartën e konsumatorit. Do të kthehet e gjithë TVSH-ja, taksa e vlerës shtuar mbi ushqimet bazë. Pra nuk është pak, është 2-3 pensione si mas pensionit, dhe kjo është një lehtësim tjetër. Qëra, më falni, energjia elektrike do zbres në 7 lek. Nafta do shitet me çmimin që shitet në Kosovë dhe asnjë që ndark më shumë. Me të drejtë mund thonë njerëzit, po ku do jemi me këto para? Do ja u kthejmë ju paratë. Do ja u kthejmë, s'bëjmë asgjë tjetër. Asgjë tjetër, miqtë e mi. Vetëm ja u kthejmë qytetarëve. Pa mund të thot, a ka pa shpirtësi më të madhe se një kryeministër që unë, në qoftë se i rris pensionet aq e kaq, Shqipëria kolaptohet, Shqipëria merr fund. Ç'është kjo psikologji tirani i pa shpirt? Po jo, më ju them unë ju, para do e kthejmë ju, sepse nuk do vi dhe 130 milion euro për incineratori që nuk ekziston. Para do ja u kthejmë shqiptarëve rroga dhe pensione, se nuk do ndërtohen rrugë. Nuk do ndërtohen rrugë me çmime 10 herë më shtrejta se në Kroaci e në Europë. Para do ja u kthejmë qytetarëve shqiptarë nga taksat e tyre, rroga dhe pensione, sepse kryeministri nuk do të udhtoj me avion taksi 21 milion euro në 2 vite. Para do ja u kthejmë ju, sepse nuk do vidhen me një dorë në tunele Llogaras 50 milion euro. Para do ja u kthejmë ju, se nuk do shtrohet dreka e darka në kryeministri me shikë vere 36.000 euro. Para do ja u kthejmë ju, sepse nuk do ndërtohet kopshti e Delit 5 milion euro në borën e kryeministrisë. Pra, çfarë do bëjmë ne me këtë paketë të dhimbshurisë? Asgjë, vetëm do kthejmë shqiptarëve para që u takojnë. Janë taksat e tyre, duhet të kenë pjesën e tyre e do t'i kenë ato. Përsëri, kjo nuk është Shqipëria madhështore, po pa këtë hap, nuk ka një hap të dytë drejt saj. E dyta,
është Made in Albania. Made in Albania është prodhimi i Shqipërisë. Krenaria jonë kombëtare do t'jetë prodhimi i Shkodrës, prodhimi i Puks, prodhimi i Malësisë Madhe, prodhimi i Vallëdes, prodhimi nën Shkodrës, i Pushatit, prodhimi i mbarë Shqipërisë. Po, nuk ka njerëz në Durart, nuk ka njerëz me më njëndritur se në këtë qytet. Prodhimet e ti në qofë se nëziten, në qofë se ndihmohen, janë të denja për çdo treg. Unë garantoj biznismen të Shkodran dhe mbar shqiptar, investitor të Shkodran dhe mbar shqiptar, se taksat më t'ulta në Europë do të vendosen vitin e parë të qeverisës sonë. Se energjin do t'a blini 3 herë më lirë. Se energjin do t'a keni me çmimin më t'ulët në Europë. Jemi në vitin e diasporës, e meriton diaspora. E meriton, por nuk kemi një fjalë elektorale këtë, jo e kemi një fjalë të vërtetë, kemi një fjalë zemre. Dhe unë nuk garantoj ju se do bëjmë gjithçka që ata mira Shkodran që kanë ndërtuar suksesin e tyre në Itali, në Greqi, në Amerikë dhe kudo, të rikthehen, ndërtojnë ëndrën shkodrane, ëndrën më të bukur të jetës tyre. 5 vite, asnjë taks, lehtësira tjera për rikthimin e tyre. Made in Albania është krenaria jonë. Shqipëria, Shkodra, në çdo skaj, në çdo cep, në çdo qoshet saj prodhon dhe do prodhoj. Imagjinoni për një moment fuqin bujësohet në Shkodrës, të Pushatit, Vallëdes. I garantoj fermerët, Malësisë Madhe, Puks e tjerë, i garantoj se do kenë subvencione për çdo njësi prodhimi, për çdo fidan që do mbjellin, për çdo kongë bankti. I garantoj se projektet e më pashme të arrorve, tullive, do vazhdojnë të mbështeten me fuqinë më të madhe. Miqtë e mi, Shqipëria pa prodhim shkon drejt një shkretire, po dhe shkretirat i vizitoj njerëzit. Prodhimi po bie çdo vit. Narko euro po shkatron eksportet. Është bërë një para toksike. Çdo muaj eksporti bie, bie eksporti, bie punësimi, bie prodhimi. Do marrim çdo mas. Gjersa atja u presim me gërshërët e ligjit, rrëjt trafikantëve që mos guxojnë të fusin 1 euro në Shqipëri nga parat e krimit tyre, ne do bëjmë gjithçka. T'ja u kompensojmë eksportuesve, prodhuesve, të gjitha dëmët që u krijon kursi i shkëmbimit. Do mbrojmë prodhimin. Vendas, Made in Albania, do ta ngrejë Shqipërinë në këmbë, do ta bëj atë të vrapoj, do i bëj të mkëmbur qytetarët e saj. Shqipëria madhështore nuk bëhet pa ardhë dhe Zotin në shtëpinë tonë. Dhe Zoti vjen vetëm kur të pastrojmë shtëpinë. Ndaj dhe pastrimi i shtëpisë është pastrimi i shtëpisë tonë, pastrimi i Shkodrës, pastrimi i Shqipërisë, është zotimi ynë solem për Shqipërinë madhështore. Shkodra
Puka, Malësia e Madhe, Vau i Dejs, Nën Shkodra, Bushati, Lezhë, mbar Shqipëria, do t'jenë vendi qytetarëve të lirë, burrave dhe grave që jetojnë me dignitet, me djersën mundën e tyre dhe që nuk mundet kush t'i trysnoj, nuk mundet kush t'i plaçkit. Ndaj dhe jam këtu para jush për t'u zotuar. Zero tolerancë ndaj krimit, kriminalëve, bashkëpunëtorëve. Ja u them këtu. Po jo vetëm atyre që fshihen në bodrume, po dhe atyre që i mbrojnë dhe bashkëpunojnë me ata. Po më thoni ju mua, më thoni pak, kush del burr më i mirë? Behar Bajri, që rrinë në për bodrume dhe shkojnë ku e gjejnë, apo Benet Beci, kollarisur me kravata që ka mandatin që ka marrë prej tij? Më thoni pak. Jo, do pastrohet, do priten me gërshërët e ligjit lidhur me krimin. Politikë dhe krim nuk do ketë më në Shqipëri. Nuk do ketë më politikë dhe krim. Ndaj dhe kjo është zotimi ynë për Shqipërinë e ligjit. Dhe u them këtu, dridhuni aty ku jini, se dita e ligjit po vjen, dhe ligjit do bjerë mbi ju, cili do qofshi. Shqipëria madhështore është Shqipëria e high-techut, Shqipëria e inteligencës artificiale, Shqipëria e data qendrave, Shqipëria e blockchain, e kriptomonedhave. Pra, faktikisht, është Shqipëria një gjenerate që në ronë vend e tyre të tillë. Por një gjë u them, në rast se në vitin 2005, kur erdhëm pushtet, deklaruam se Shqipërinë do ta sjellim në moshën digjitale, qeshen më të madhe, opozita, po që është të vërteta dhe mediat. Mirë po ne, në atë kohë Shqipëria kishte një internet 4.9% penetrimin, dhe shumica e analizave ndërkombëtare nuk e llogarisin fare, ne arritëm në 63%. Ne arritëm të çojmë internetin dhe laboratorët e informatikës në çdo kompjuter, laboratorët informatikë në çdo shkollë, arritëm të japim internet për qytetarët në 1250 qendra, arritëm të jemi më të hapur se disa vende zhvilluara për internetin. Ju jap fjalën se Shqipëria do të jetë një epicentër e rëndësishme. Epicentër e rëndësishme e teknologjisë së lartë. Janë filluar kontaktet me kompani të mëdha, të cilat do vinë në Shqipëri dhe me të rinj shqiptar do ta bëjnë Shqipërinë epicentër të teknologjisë së lartë në rajon dhe në Europë. Miq, Shqipëria do bëhet superfuqi energjetike në rajon. Në rast se në vitin 2007 e shpallëm superfuqi energjetike, superfuqi e vogël energjetike e energjisë rinovueshme, tani themi jo, superfuqi energjetike në rajon. Shqipëria do të shumëfishojë prodhimin e energjisë nga dielli, era, ujë dhe gazi. Nga Vermoshin Konispol, çdo qytetar që dëshon do t'i vendosen panelet fotovoltaike. Dhe për 3 vite do paguaj qeran, pas 3 vite do i gëzoj për gjithë jetën. Po,
Miqtë e mi, këto janë vetëm disa nga projektet reale, po jam këtu për të zotuar para jush se autostrada e parë që do inaugurohet nga qeveria e ardhshme do të jetë autostrada Shkodër-Milot-Tiranë. Dy do jenë veprat e para të mëdha publike. Autostrada Shkodër-Milot dhe bypassi Elbasanit. Shikoj çfarë bëjnë. Shkojnë ndërtojnë tunel e Llogaras, në të cilin 9 muaj rresht kalojnë vetëm Lepuj dhe Zoq, 200 milion euro. Nuk ndërtojnë autostradën Shkodër-Milot, që ka trafikun më të madh pas rrugës Kombit. Shkojnë dhe ndërtojnë autostradën Elbasan-Librazh, nuk ndërtojnë bypass të Elbasanit, që bllokon të gjithë trafikun 300 ore minimumi në ditë për qytetarë që vinë në Tiranë. Marrin fund këto. Shkodra do ketë investimet që meriton. Do ketë investimet që meriton në rrugën Shkodër-Muriqan. Atur që premtojnë Nastradini, Velipoj, Pulaj, Partia Demokratike bën realitet. Investimet mëdha do të bëhen në sistemime, në kanalizime, në ujësjelsa, në të gjithë qarkun e Shkodrës. Pra, ne kemi një projekt transformues, ndaj dhe ftoj qytetarët të Shkodrës në këtë betejë të votojnë Partitë Demokratike dhe koalicionin për Shqipërinë madhështore. Asnjë vot Tom Doshit. Tom, ja ku po ta them para gjithë këtyre burrave dhe grave. Në qoftë se ka njëri në Shqipëri që ka punë me Zotin, jetë ti dhe Dilma Nushi. Ju jeni të dy. Në origjinën e të gjitha dhimbjeve, e të gjithë smundjeve që nuk vjekohen nga ilaçet e skadura që kshisin treg. Ju jeni mumuth të tregut, dhe aq më keq të them, mos shtro iftar me parat e vjedhura. As kërkum. $3.500 tendra fiton Vitaj. E kuptoni ju vetë? Bashkë me Vilma Nushin i fshin ilaçet. Nuk ka më ilaçe në Shqipëri vetëm ilaçet e tyre. Ilaçet e tyre janë si ato. Ndaj dhe hiq dorë nga kjo fushat, njeriu që shkon dhe të ble parti, keni pa ju? Shkon e blen partinë e tjetrit. Qatë më? A më në të në tata? Po kjo është e vërtet. Thani 2 fjalë për ata ish për Amerikanët e mi. Ramiz, Fatmir, e tjerës, hiqin tani, e morët vesh se ku shkoj Donaldi, se ku po shkon dhe Kimi,
mos vazhdoni gënjeshtën e Lulbashës, se nuk ka gjë më turp të gënjej Lulbasha nga mëngjesi gjerë në darë. Të gënjej që po tulli dhe të mendoni sa heri një gënjyë, ju sinit Zot t'i numroni. Ktheuni, mos vazhdoni betejnë për Edi Ramën, se është çdo vot. Për ta është vot për Edi Ramën. Çdo vot për këto partit kundër opozicës është vot për Edi Ramën. Ndaj dhe Shkodranë dhe Shkodranë, njerëz të mençur, burra dhe gra, asnjë vot për ta. Votoni Aleancën për Shqipërinë Madhështore, votoni për Partinë Demokratike. Partia Demokratike ka një rikthim madhështor. Partia Demokratike u dëshmua forca e idealeve tuaja, forca e Shqipërisë dhe shqiptarëve, rreth Shiu, rreth Shkodra, rreth Shqipëria.